Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, po vazhdojmë me rinumërimin e vendvotimeve. Deri më tani, numri i vendvotimeve që janë rinumëruar që nga fillimi i këtij procesi më 13 janar, ka kaluar mbi 90% të vendvotimeve dhe pjesa e mbetur e tyre planifikojmë që të përfundoj, pra të rinumërohet deri ditën e premte. Pas kësaj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mund të shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, subjektet politike dhe kandidatët do të mund të paraqesin ankesat e tyre ndaj këtij rezultati, fillimisht në PZAP dhe siç e kemi shpjeguar edhe më herët, çështja mund të shkojë deri në Gjykatën Supreme, sigurisht se procesi i rinumërimit heq dilema sa i përket rezultateve, megjithatë është në të drejtën subjekteve politike që të paraqesin ankesat e tyre ndaj këtij rezultati dhe KQZ duhet të presë pra fillimisht këtë afat që të kaloj, natyrisht edhe vendimarrjen e institucioneve, të zbatoj ato vendime para se të procedoj me certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve. Sigurisht se për shpalljen e rezultatit përfundimtar, KQZ do të ketë njoftim gjatë ditës nesërme. Mbetet të shihet nëse kjo do të mund të arrihet gjatë ditës së nesërme, pra shpallja e këtij rezultati, sepse kjo varet nga koha se kur do të arrim të përfundojmë me rinumërimin e të gjitha vendvotimeve. Megjithatë, KQZ do të ketë një komunikim të ri gjatë ditës nesërme.